Vjedhja spektakolare e arit në Gostivar muajin e kaluar ka alarmuar artarët e Tetovës. Pas rastit të vjedhjes së artarisë në Gostivar, një pjesë e madhe e artarëve nëpër qytetin e Tetovës kanë hequr arin nga pjesa e xhamit apo nga pjesa ekspozuese. Thonë se kanë frikë nga hajnat, sidomos kur shohin që ka lëvizje edhe të madhe të policisë. Nga ana tjetër, nga sektori i punëve të brendshme i Tetovës qetësojnë, thonë, policia lëviz pikërisht për sigurinë e këtyre artarëve, por edhe të gjithë qytetarëve. Po frikohen me njerëz, gjithë frikohen. Nuk frikohen se hin, po frikohen me jetë, frikohen me fëmijë, frikohen me pletë shtëpi, gjithë frikohen, o shok. Për momentin s'ka kontroll, hiç nuk ka. Si punoni, thash nëse vjen dikush të kërkoje... Po edhe shif, edhe kjo një rast, ari është shumë shtrenjtë, puna është e dobët, gurbet që i skemi, edhe ajo pak ka ndikim, edhe frega kompletohet këtë ajo procedura që ne në vitrin nuk i vendemarrim. Një muaj më parë në Gostivar u bë vjedhja spektakolare e artarisë. Për këtë rast u arrestuan 2 policë si të dyshuar për grabitjen. Të njëjtit përfunduan në paraburgim 30 ditor. Ndërkohë për personat të tjerë të përfshirë në krim, vazhdojnë hetimet. Hetimet vazhdojnë për identifikimin e personave të tjerë. Jo zyrtarisht në mesin e tyre që kanë ndihmuar policët të grabisin 18 kg ar, ka dhe shtetas të huaj.